Themi në blokun e 3 dhe flasim për geopolitikën, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski nesër do të qëndrojë në Beograd në një vizitë që mund të hapë një kapitull të ri në raportet në mes të Serbisë dhe Ukrainës. Media gjermane raportojnë se pas takimit me Vučićin mund të fshihet një bashkëpunim i ri në industrinë e mbrojtjes, nga furnizimi me municion e deri tek mundësia e prodhimit të përbashkët të dronëve në Serbi. Madje në projekt përmendet edhe financimi nga Emiratet e Bashkuara Arabe, por apo ndryshon Serbia kurs dhe sa larg është Beogradi nga Moska, duke marrë parasysh edhe problemet që kishin këto dy shtete si pasojë e armatimit serb që përfundoi si një armatim nga një vend i tretë në duart e ushtarëve ukrainas. Këto çështje i diskutojmë së bashku me Bedre Lezën dhe zotrin Lulzim Veliun që kemi nderin ta kemi sot në studio. Veçanërisht po tham sot duke marrë parasysh se vini nga diaspora zotri Veliu dhe nuk jeni shpesh në Kosovë. Faleminderit që jeni në Kosovë today sot. Faleminderit për ftesën. Zotri Veliu, si shikonte realisht, ka ndonjë mundësi që Ukraina të prodhojë drona së bashku me shtetin e Serbisë? Po, unë mendoj se këtu diçka po lëviz. Edhe nuk është e para që po e shohim tani, ne e dim se edhe në fillimin e luftës në Ukrainë ka pasur ka pasur linja armatimi që janë transportuar nga Serbia drejt Ukrainës gjithmonë përmes linjes polake dhe çeke. Dhe këtë gjë i ka shkuar shumë për shtati, për arsye se Serbia ka qenë e armatosur shumë me materiale ruse, me çka ushtarët Ukrainës kanë pasur përvojën e tyre, pasi dihet se Ukraina për një kohë të gjatë ka qenë edhe pjesë e bashkimit sovjetik dhe si të tilla ka qenë shumë të favorshme armatimit, se ne e dim që teknologjia e armatimit është avancuar shumë dhe në fillimet e luftës më kujtohet se sot kur shumë ushtarak nga Ukraina vinin edhe në Gjermani për të trajnuar me mjetet të cilat furnizoheshin nga Gjermania, vendet e NATO-s. Por, zotri Lezi, do doja të kaloj tek zotri Lezi t'ja bëj në pyetje kështu. Zotri Lezi, ne e dim se Lavrovi gjithmonë e sek çështjen e Kosovës si precedent për ta njohur pastaj bota Donbasin. A ka mundësi që Zelenski ti kërkoj Vučićit që në asnjë formë dhe në asnjë kusht të mos e njeh Kosovën? Interesant. A do të kjo kërkesa e Zelenskit? Është interesant kjo që do të ndodhë në Serbi, vizita e Zelenskit në Beograd, tregon se politika është artist mundshmës. Dikur kur nuk besoj se Vučić mund të mbaj komunikim me armiqtë e Putinit, tani kjo përbën është realitet. Edhe kur e patëm thënë këtu në studio, gjithu patëm me vasu, se ka qenë në fakt, ka qenë me vitet të tëra, i ka furnizu tinzërisht. Ju kujtohet një fakt që e kam përmend disa herë. Punën që e kam bërë ambasadori Amerikan Hill në Beograd është diçka jashtëzakonshme. Sepse një njeri që ka punu intenzivisht me shkput Beogradin nga Moskva zyrtare, me garantu sigurin në Balkan për shkak ndikimit dhe impaktit mundësive që i ka Serbia me destabilizu Balkanin dhe njëkohësisht me i prish aleancat përmes ndërtimit aleancave të reja, domethënë aleancat me Serbi, Rusi në drejtim të aleancave Ukrainë. Gjithashtu ju kujtohet se kemi folur edhe për armatimet, shkëmbimet tregtare mes Rusisë dhe Ukrainës. Kemi pasur edhe kolegë në studio, sidomos më kanë vërsul se po flet diçka kot. Megjithatë, sigurisht që ne gjithmonë jemi bazuar në informacione që vijnë nga burimet, shërbimeve të sigurisë dhe tash po e vazhdojmë aty në ato burime, se janë tani për tani janë më të sigurta. Kjo është një fakt i mirë. Nuk do të ketë marrëveshje se për këtë dronëve që u përmend më herët. S'do të ketë? Jo, për çështjet e dronëve nuk ketë, në bazë të informacioneve që neve kemi, bëhet fjalë për furnizime që aktualisht ka nevojë. Pra municione. Municione, saktësisht municione që ka nevojë aktualisht Ukraina. Çfarë ndryshoi me Serbinë, pra, që gjithçka tash bëhet kaq hapur, përderisa për t'u rikujtuar publikut për këtë problem ka shkuar drejt Moskës, ka qenë i ftuar vllai i Vučićit, por ai ka dërguar një person tjetër i cili është vrarë në Moskë, pra. Saktësisht ju kujtohet kur Vučići kishte mbetur në rrugë, atë shkoj për Shën Petersburg apo shkoj për New York. Kishte mbetur në udhkryq. Kroni, e vërteta është se tani më në kuadër të angazhimeve të reja që ka Ukraina, ka nevojë për disa municione cilat po duket që janë mungesë dhe se Serbia ka një prodhim të fuqishëm të atyre municioneve. Shumë interesant fakti që Serbia po guxon me i dhënë armatime ukrainase për me i vrarë vëllezërit rus atje,
ose për me shkatru ekonominë e vëllezërve rus, megjithatë kjo është politika, është një lajm i mirë, sepse çdo ndryshim, lajm i mirë padyshim, sepse çdo shkëputje e ndikimit të Rusisë në Beograd nënkupton edhe krim të rrethonave të reja se përket paqes së afatgjatën në Ballkan. Kjo politika është interesante, por zot Reveliu, nëse shikojmë tash nga ana e deklarimeve nga Kosova, për njohjen e Kosovës nga Serbia në një farë forme, nëse shohim vijën e deklarimet të Lavrovit, i bie që është mirë që Rusia të fitojë në Ukrainë dhe të njihen territoret e fituara. Dhe nëse varim nga këto deklarime, i bie që sot Zelenski në kuadër të çdo marrëveshje ja kërkon Serbisë që në asnjë formë të mos e njeh Kosovën. Negociatë ju vetëm në pjesën e vogël, se pa do të jetë. Patjetër. Mos harrojmë se edhe përkundër faktit që sa vite është Ukraina në luftë me Rusinë, nuk e ka njohur Kosovën. As përkundër faktit që Kosova ka mbështetur Ukrainën. Po, por ju kujtohet zot Relezi, shpesh kemi diskutuar se në fundin e kësaj lufte do të vijë pase edhe mundësia e njohjes së Kosovës nga Serbia, pikërisht si pasojë përmendjes si precedent për sulmin e Donbasit nga Lavrovi. Po, në këtë rast unë mendoj se njohja e Kosovës nga Ukraina apo edhe nga Serbia është më pak e vlerë se sa të vijë një njohje nga Rusia. Që në një rrethon të tillë, në qoftë se Lavrov Zelenski po vjen në Beograd dhe do të kërkojë mosnjohje dhe po krijohen rrethona të tilla, përderisa Serbia tani më po shihet qartë se po i lufton vëllezërit e vet në formë indirekte duke dhënë armatim Zelenskit, atëherë është e mundur që të kemi ndryshime në këtë. Po i shet përpara. Po do të ketë mundësi që të kemi ndryshim edhe në politikën ruse drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës. Mirë, po si të që tjetë, ne para së gjithash duhet të përqendrohemi në politikat tona të brendshme. Unë mendoj se në këtë rast dhe në këtë takim ka një ndikim shumë të madh edhe marrëdhëniet e përmirësuara të Serbisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e sidomos edhe marrëveshja për dialog strategjik. Në nivelet më të lartë, diçka e cila u refuzua. Diçka që unë mendoj që edhe ajo mund të ketë ndikimin. Që është hapi mirë për Kosovën, që Serbia nis marrëdhënie diplomatike në nivel më të lartë me Serbinë. Unë nuk mendoj se është hapi mirë për arsye se ne kemi dalur nga dialogu strategjik dhe kjo është gjë shumë e keqe që Kosova ndodhet në një situatë të tillë. Pra në momente kur kemi lëvizje, kemi aleanca, kemi edhe ndrimet politikave, ne në aspektin ndërkombëtar nuk qëndrojmë askund. Dhe aktualisht Kosova është e izoluar për mos thënë tërësisht në arenën ndërkombëtare. Dhe këtë e shoh si gjë shumë negative për vendin tonë. Zot Relezi, si e shikon realisht çështjen e sigurisë? Sepse Ukraina është NATO është ajo që e furnizon Ukrainën. Dhe që ky bashkëpunim që tension andikon, sepse neve gjithmonë nuk na intereson shumë çfarë ndodh në Ukrainë, besoni, na intereson impakti që ajo luftë ka në Kosovë. Cilin impakt ka ky bashkëpunim në Kosovë? Edhe ne Leoni Kryenin ta theksoj faktin që sa më afër Serbia me SBA-n, sa më afër Serbia me NATO-n, është rajoni më i sigurt dhe kemë mundësi që me ndryshu vetë Serbia, vetë populli serb, duke parë që marrëdhënia me Rusinë i ka shkaktu, do me thonë, vetëm probleme deri tani Serbisë, mund të themi se Rusia e ka përdor Serbinë për ta kërcënuar sigurinë e Bashkimit Evropian, për ta kërcënuar sigurinë e gadishullit të Ballkanit. Prandaj, lejoni të ritheksoj se SBA-ja ka planet e saj afatgjate. Në përpjekjet e saj afatgjate është që Serbia të jetë antare e NATO-s, të ndërtoj bazën e saj brenda territorit të Serbisë, dhe njëkohësisht të garantohet se me pjesëmarrjen e saj përmes forcave ushtarake brenda territorit të Serbisë do të garantoj sigurinë e Ballkanit, mund të themi, përgjithmonë. Prandaj, në kuadër të besimit që populli i Kosovës ja jep apo ja ka dhënë SBA-s, duhet ta ketë parasysh se çdo angazhim i SBA-s në brenda territorit të Serbisë, e sidomos në këtë pjesën e diplomacisë ushtarake, tregon edhe njëherë që struktura
e Serbis e cila nuk ka arrit deri me tani me kuptu që do të me reflektu, do të me ndryshu koha e Serbis kur e ka kanos sigurin ka kalu, do të populli sërb me pas një qasje në drejtim SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Dhe kjo do të jetë e mirë për Kosovën. Ne po shohim se disa është e mirë për Kosovën se një vend i cili nga qasja e Serbis ka përfutuar Kosova, për faktin se kjo ka qenë kjo fundit në këtë rast ka qenë perëndimore, Serbia jo, dhe ne në tavolina, bisedime, gjithmonë jemi favorizuar deri në këto momente. Po tani ndryshon fakti që ndryshon Serbia sot, të bëhet perëndimore. E avancon raportet e saj me Amerikën e me Bashkimin Evropian, Kosova ku është sot? Ti je bindun që çdo avancim i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në drejtim të ndikimit në Serbi është i barabartë me zbatimin e një situate tre politike që do të rezultojnë edhe me njojën e Kosovës së shtetë, do të rezultojnë edhe me krijimin e rrethona për drejtat e komunitetit shqiptar brenda territorit të Serbisë dhe të jenë të sigurt. Unë jam i bindur, kam besim që SBA-ja, populli amerikan dhe populli i Kosovës kanë marrëdhënie natyrale. Dhe kjo dëshmon se kjo marrëdhënie natyrale është e sigurt dhe çdo përpjekje për ta shtri SBA-ja ndikimin e saj në Serbi është pozitive, jo negative. Është e vërtetë që Kosova nuk është në momentin më të mirë të politikës saj me SBA-t, por nuk do të thotë se do të ndryshon. Unë jam i bindur që institucionet e ardhshme të Kosovës do të kenë detyra konkrete dhe do të kenë detyrime konkrete të cilat do të çojnë në një marrëdhënie më të re, më të mirë me SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Kemi politikanë që i pranon këto detyra, këto detyrime konkrete. Shumë shpejt. Zotimet gjithmonë kanë ekzistuar, por situatën që jemi sot është e palakmueshme, zotëri Lezi. Kronin vitin 2004 një mek amerikan më pas thënë se pavarësia e Kosovës do të jenë pas pavarësisë së Malit Zi. Dhe tani njëjti mek më tha se pasi që të qetësohet situata politike në Serbi, Kosova do të jetë projekt i cili vetëm do të vazhdoj në rrugën e saj, cilën e ka ndërtu dhe ka një bazë me një, mund të themi, një performancë të Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Prandaj mund të themi që në rastin konkret është identifiku burimi i problemeve, burimi i problemeve mbetet Serbia dhe aty po intervenohet. Ai the atij miku too good to be true. Shumë mirë për të qenë vërtet kjo, se sa për tha zotëri Lezi, për sa do të mund të kemi një zhvillim të tillë, zotëri Velia. Po në qoftë se kësaj radhe Serbia nuk do të jetë ajo Serbia e së kaluarës kur në takimet me Evropian, gjithmonë shitej se po e don Bashkimin Evropian dhe do të jetë në linjë me Bashkimin Evropian edhe me Shtetet Bashkuara, duke pasur përballë se Shtetet Bashkuara janë ata edhe që e prinë në aleancën veriatlantike. Urojmë që kësaj radhe një gjë e tillë mos ndodhë që pas një periudhe kohore sërish të kemi takime dhe vizita të fshehta të politikanëve serb në Moskë dhe rikthimin e marrëdhënieve sërish me siç ka ndodhur në të kaluarën. Nuk e kemi të largët momentin kur Vulin, një përfaqësues i qeverisë serbe, ishte në vizitë dhe e takoi vetë presidenti Putin. Pra, siç e thamë edhe në fillim të emisionit, politika është arti i së mundurës. Domthonë, gjithçka është e mundur që të kemi në një të ardhmë të afërt. Por zotëri Lezi, nuk e tregove mikun tonë sekret, nuk është e rëndësishme kush është bërimi, gjithmonë neve na intereson informacioni. Çështja është se ai në një formë pas ka paralajmëruar dhe përfundimin e luftës në Ukrainë. Apo shkëputjen e Serbisë nga Rusia përfundimtare. Jeni të bindun që Shtetet Bashkuara të Amerikës në kuadër të angazhimeve tyre gjeopolitike kanë plan garanci, cilën garanci për një Evropë përfshirë dhe Ballkanin të sigurta në kuptimin afatgjat, për të hapë rrugë të reja në lidhje me sigurinë ekonomike. Ju e dini që së fundi ja përmend çështjet e ekonomisë amerikane siç është gazi dhe projektet të cilat lidhen me Ballkanin dhe Evropën. SBA-ja do siguri para se të sjellë investitorët e saj në rajon. Serbia është burim i jo sigurisë, Serbia është identifikuar si një burim jo sigurie, do të intervenohet. Ju e dini që nëse prishet vetura, paraprakisht mjeshtri e konstaton problemin dhe më pas intervenon. Është konstatuar problemi tani, më nuk është në Ballkan askush tjetër po Serbisë, po intervenohet aty dhe do ta them një fakt që është interesant. Ju kujtohet se si populli serb ishte bindur për ta dorëzuar Miloševićin. Edhe tani do ta kemi në sfidë të re. Do ta dorëzojmë Vučićin. Prandaj këto angazhimet politikës ndoshta bashk. Dorë për dorë. Janë zhvillime që e marrin një kohë, janë mbi 20 vjet, periudhë ku SBA-ja ka punuar fuqishëm me strukturat të sigurisë në Serbi dhe ka krijuar një rrethon të re atje. A mundesh me besu që rrethonat e reja mujnë me sjell
radojqishin në Kosovë? Jam shumë i bindur madje ai njëjti do të ballafaqohet me drejtsinë e Kosovës. Fala Radojqishi ekstradot në Kosovë? Jeni të bindun që në një periudhë jo të largët, Radojqić dhe disa të tjerë do të jenë para drejtësisë Kosovës. Kjo është lajmi. Faleminderit shumë për këto informacione, zotëri Lezi. Zotëri Veliu, nëse keni ndonjë koment për fund? Unë mendoj se çdo rikthim i Serbisë drejt Evropës, NATO-s dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës është lajm shumë i mirë për Ballkanin dhe gjithë rajonin e si rrjedhë e kësaj edhe për Kosovën dhe uroj që një gjë e tillë të ndodhë. Nëse bëhet, sepse në fakt gazeta nga prej ku vjen ti, gjermane, Frankfurter Allgemeine Zeitung ka shkruar për këtë, nëse arrin që Serbia të bëjë marrëveshje me Ukrainën për prodhimin e dronëve të avancuar, çfarë flet kjo për sigurinë Kosovë? Po, unë e thash se në qoftë se Serbia me të vërtet por i kthehet drejt Shtetet Bashkuara dhe drejt NATO-s, unë nuk mendoj se do të paraqet një problem për ne si rajon. Se Serbia edhe sot prodhon. Edhe në qoftë se i shohim kapacitetet e armatimit. Si më i madh në Ballkan. Po, edhe në qoftë se i shohim kapacitetet e armatimit që ka Serbia dhe Kosova, nuk e vlen të diskutojmë më gjatë. Mirë po, ne gjithmonë sigurinë tonë duhet ta shohim për krah aleatëve dhe në aleancat që janë të ndërtuara me vendet e tjera, jo vetëm me NATO-n, po edhe aleanca e fundit që është bërë me Shqipërinë dhe Kroacinë, ka qenë një nga gjërat më pozitive në qeverisë së kaluar. Faleminderit shumë Elezi, faleminderit shumë edhe një herë edhe mysafirit tonë që nuk vjen shumë shpesh, në fakt Lezi Veliu, kënaqësi të kishe fizikisht këtu. Faleminderit, kënaqësia është ime. Mirë, kthehemi pas pak për të folur për lindjen e mesme. Edhe atje